Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Mirëmbrëma të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri. Dhe ju rini e paloshme që në zbukuruat kotonet të bekuar, jemi rikthyer në natën e tretë të kuizit të diturisë Lexo 2016 në Bordeaux, në kuadër të shoqatës Nektari. Sonte do t'i prezantojmë kandidatët e radhës për të zbuluar se kush do të jetë më i saktë. Shkojmë me një asherë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Sponsorët e kuizit të diturisë Lexo 2016 në Bordeaux. Microsystem Scores, Autoshkolla Teuta Timoni, Riha Bank, Oro Cafe, Loco Company, Electrogazi, Ambaltore Salo, Kuzhina Dehari, Genius Farm, Mobilieria Visioni, Eurothermosystem, ndërmarrja ndërtimore Qarku, Marketi Zenicom, Open Style, Europlast, Gomisteria Continental, Visioni M,
Logosa dhe sponsori General Beni Gross Market. Ndërkaq sponsorët medial janë Foto Studio Melo dhe TV2 Gostivar. Shkojmë me një dorë trokitje të fuqishme për rinistët e palotshëm të fshatit tonë. Komisioni Hamid Shabani, Hoxh Dobordo. Gjavat Halivi, Haliti, profesori gjuhës shqipe Dobordo. Fatmir Akipi, profesori ekonomisë Toplic. Jeton Ahmeti, magjistër i historisë Dobordo. Garuesit e son tëm janë Dëshira Sali, Dobordo. Shkolla e mesme komunale e mjekësisë, Gostivar, viti i parë. Njaftime Ademi, Negoti. Shkolla e mesme komunale Naser Ademi, viti i tretë. Aisha Nebia, Negoti. Shkolla e mesme Islame Medrezja Isabel, Gostivar, viti i katërt. Rubrika e parë është me ABC. Kandidatëve ofrohen 10 pyetje. Kandidati duhet të përgjigjet në njërin prej përgjigjeve që mendon se është e saktë. Nëse të gjithë kandidatët përgjigjen saktë, fitojnë nga 3 pikë. Nëse 2 kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë nga 4 pikë. Dhe nëse një kandidat përgjigjet saktë, fiton 5 pikë. Pyetja e parë. Nga çka e krijoi njeriu në Allahu Xhaleshanuhu? A. Nga drita, B. Nga zjarri, C. Nga dheu. C. E saktë, nga dheu. Pyetja e dytë. Cili nga komentatorët tanë është shpërblyer me çmimin dietar i kohës gjatë haxhit? Vehbi Dibra, Sherif Ahmeti, Vehbi Ismaili. A. E saktë. Pyetja e tretë. Në fillim të luftës së dytë botërore, Shqipëria u sulmua nga A. Italia, B. Greqia, C. Bullgaria. A. E saktë. Pyetja e katërt. Në cilin kontinent jeton hiena? Në A. Amerika Jugore, B. Afrikë, C. Australi. B. E saktë. Pyetja e pestë. Ndryshim fizik është shkrirja e akullit, djegja e benzinës, ndryshja e hekurit. A. E saktë. Pyetja e gjashtë. Në cilin vit u përkthyi Kur'ani për herë të parë në gjuhën shqipe? A. 1975, B. 1980, C. 1985. Përgjigjja e saktë është C. Pyetja e shtatë. Cili det gjendet ndërmjet shtetit të Kroacisë dhe Italisë? A. Deti i Zi, B. Deti Jon, C. Deti Adriatik. E saktë C. Pyetja e tetë. Gjuha shqipe, sipas origjinës, bën pjesë në grupin e gjuhëve. A. Romane, B. Semantike, C. Indo-Evropiane. Përgjigjja e saktë është C. Pyetja e nëntë. Kur u hap shkolla e parë shqipe për vajza? A. Janar 1870, B. Nëntor 1880 dhe C. Tetor 1891. Përgjigjja e saktë është C. Pyetja e 10. Kur
Kur dikush kërcen me parashut, të ai rritet sasia e hormonit të A. Tiroksinës, B. Adrenalinës, C. Estrogenit. B e sakt. Shkoj me një ilahi nga Venhar Bajrami. Si të nderohen e mzen shpia, flak më kallan zemrën fmija, qish mo tha ki viran gjepi, didi nërsi kam i shkreti, qish mo tha ki viran gjepi, didi nërsi kam i shkreti, shtrohet sofra buk me ngron, sa eran s'kam ja o zot, tandi trikashore, shkon të posht buka me kore, tandi trikashore, shkon të posht buka me kore. Sundjaj pune mrok mërësia, ndërco ka kit mbresim fmija, fjallët e tine më përvlun, sot o baba tjetë pun, fjallët e tine më turprun, sot o baba tjetë pun, shtrohet sofra buke sa eran s'kam ja o zot, tandi trikashore, shkon të posht buka me kore, tandi trikashore, shkon të posht buka me kore. Rezultatet nga rubrika e parë. Dëshira Sali 30 pik. Njaftime Ademi 30 pik. Aisha Nebia 30 pik. Rubrika e ditë është me po, jo. Kandidat u ofrohen 10 pyetje. Kandidati duhet të përgjigjen në njërën prej përgjigjeve që mendon se është e saktë. Nëse të gjithë kandidatët përgjigjen sakt, fitojnë nga 3 pik. Nëse 2 kandidatët përgjigjen sakt, fitojnë nga 4 pik. Dhe nëse një kandidat përgjigjet sakt, fiton 5 pik. Pyetja e parë. Më tepër në Kur'an ka mutashabih. Jo e sakt. Pyetja e ditë. Shtresa me ullët e dendur e atmosferës në të cilën ndodhin të gjithë dukurit klimatike quhet troposfera. Po e sakt. Pyetja e tretë. Lejletul Mevlut është dita e vdekjes së pejgamberit alayhis salam. Jo është e saktë. Pyetja e katërt. Emri në gjuhën shqipe ndryshon në 3 lakime. Po e saktë. Pyetja e 5. Sulmi i parë në Grikën e Kaçanikut fillon me 30 prill 1910. Përgjigjja e saktë është po. Pyetja e 6. Të rreshura me sasi më të vogël ka në ovçe pole. Po e saktë. Pyetja e 7. Pleura është mbështjellësi i zemrës.
Jo është përgjigja e saktë. Pyetja e 8. Thënia: për të bërë armiq nuk ka nevojë të shpallësh luftë. Mjafton të thuash të vërtetën, e ka thënë Martin Luther King. Po e saktë. Pyetja e 9. Autori i librit Perëndoria Osmane është Tahir Popova? Përgjigja e saktë është jo. Pyetja e 10. Kur'ani ka 20 gjus? Jo, është e saktë. Shkoj me një ilahie nga Faton Xhelili. O Rasul, të kujtoj më mallë që të patëm iman. Praj kur nga kjo bot ke dol, Bilali starët e son. Praj kur nga kjo bot ke dol, Bilali starët e son. Kun gritëm të japë zonin, mallën gjimi më kaploj. E gjithë kjo bot pa Rasulin, vetëm shpirtin më ngushtoj. E gjithë kjo bot pa Rasulin, vetëm shpirtin më ngushtoj. Ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Rasul Allah, ja Nabi Allah. Rezultatet nga rubrika e 2. Dëshira Sali me 27 pikë. Mjaftime Ademi me 31 pikë dhe Aisha Nebia me 31 pikë. Rubrika e 3 është rubrika me shkronjat. Kandidatëve ofrohen disa shkronja. Kandidatët duhet të formulojnë një fjalë e cila do t'i përfshijë të gjitha shkronjat. Fjala duhet të jetë e shquar i gjinisë mashkullore ose femrore. Nëse asnjëri prej kandidatëve nuk përgjigjet me të gjitha shkronjat, mund të ketë përgjigje me më pak shkronja, me kusht që fjala të jetë e shquar e gjinisë mashkullore ose femrore. Kandidati fiton aq pikë sa shkronja ka fjala. Koha për përgjigje është 60 sekonda. Koha ka filluar. Këto ishin shkronja: D, Z, A, E, M, R, M, I.
Dhe zgjidhja është, ose përgjigjja e saktë është Zemërmadhi. Kandidati A dhe B kanë përgjigjet parafort me nga 5 pikë. Zemra. Koha ka filluar. Edhe 5 sekonda. Këto ishin shkronjat: SERUILNAVI. Dhe zgjidhja është universale. Kandidati A është përgjigjur sure, por nuk është e shquar. Duhet qetë surja. Kandidati B virusi, rregull, 6 pikë është. Edhe resuli, dhe me thënë rregull, 6 pikë. Koha ka filluar. Edhe 5 sekonda.
Shkronjat ishin këto: A, N, A, K, E, A, M, I, O, I, R, D. Aerodinamika. Kandidati nën A është përgjigjur akademi, i mungon edhe një A për të bërë shquar akademia. Kandidati B, Amidoni, profesionalisht se është në rregull, do me thonë shquar, dhe kandidati C, Makedonia, ashtu është përgjigjur? Nuk ka, do me thonë nuk i plotson kushtet. Kështu do me thonë vetëm kandidati B fiton 7 pikë. Koha ka filluar. Shkronjat, e pësësimit të cashët, e në din të sërbët se sa inteligencë të qëtë, snaga të cashët. E vetëm për shkronjat të prejshët, se në pjetë që përgjizit të qinë, a më shkronjat. Edhe 5 sekonda. Këto ishin shkronjat: R, C, A, I, G, E, T, U, N dhe F. Dhe përgjigja është centrifuga. Kandidati B e ka të saktë. Dhe fiton 10 pikë. Shkoj me një ilahie nga Bujamin Bajrami. Allah ti dërgove nuhin, ai ka qenë Resuli par, thiri natën, thiri ditën, popullin jo besimtar. Baba i gjithë pejgamberve, ishet i Halilullah, o i madhi Ibrahim, ja imam al-Hunafa. Allah pejgamber dërgove, ko pas kohë mira her, por prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vler, shumë na bonen der, po prej tyre ti dallove,
dallove Ulul azmin me shumë vlerë Shumë na bonen der Kush troket ndirë të gjennetit Ja sejt al-Anbiya Ti e vole pejgamberve Ja Muhammed Mustafa Allahu na porositi Të dërgojmë ti salavat Ajti të dha Kautherin E të ndëroj me shefat Allah pejgamber dërgove Ko pas ko e mira her Po prej tyre ti dallove Ulul azmin me shumë len Shumë na bonen der Po prej tyre ti dallove Ulul azmin me shumë len Shumë na bonen der Rezultatet nga rubrika e tretë. Dëshira Salih me 5 pik, Aisha Nebia me 6 pik dhe Mjaftima Ademi me 28 pik. Rubrika e 4 do qetë me imazhe. Në këtë rubrik, se cilit kandidati jepen nga 4 fotografi të mbuluara të karakterit të përgjithshëm. Nëse kandidati e din përgjigjen, ai vazhdon me imazhin e radhës. Në të kundërtën, udhëheqësia jep përgjigjen e saktë, për të vazhduar me imazhin e radhës. Për përgjigje të saktë, kandidati merr 3 pikë, ndërsa koha për përgjigje është 5 sekonda. Koha për përgjigje është 5 sekonda. I njëjti rregull vlen për të gjithë kandidatët. Kandidati A. Për herë të parë thatë se është flamuri i Gjermanisë, pastaj i Belgjikës. Mbasi u hap kjo, do me thënë e patë, dhe nuk kemi përgjigje të saktë. Deltoidi do të ishte përgjigje e saktë. Ju lutem pak më qetësi. Është lama. Afroj pak më afër mikrofonit që të ndëgjohesh pak më mirë. Instagram. E saktë. Kandidati B. Ju lutem edhe një herë pak më qetësi sepse i pengoni kandidat. Flamuri i Luksemburgut. Trapezi. E saktë. Termit ngrënësi. Snapchat. E saktë. Kandidati C. Flamuri i Francës. Është flamuri i Holandës.
Përgjigja është 3 këndësh kënd drejt. Losi. E sakt. Shkoj me një monolog që do të recitoj Elvira Baki. Se cilin nga vare që shini bardh brënda nga një njeri njëjtë si ne. Edhe ata dikur toni njerëz të veçantë, admironin figurat të shquara, makina, shtëpi, fatura për të paguar. Kishin edhe momente të veçanta dhe me të cilën i festoni, duke mos menduar as pak se mund të vdisni. Megjithatë njerëzit përpiqen të shmangin kësaj të vërtete, se një ditë të ndjen të vjetër, të pafuqishëm, të lodhur dhe të përfundoni në dhe. Pleqëria, pjesa më e shkurtër e kësaj jete. Të rinjt mendojnë se ajo ditë është ende e largët. Ende e largët. Ata nuk duan ta pranojnë se një ditë të jenë të vjetër. Çka mund të themi për të vërtetat e kësaj bote? Faktori i frikshëm u bë fatkeqësia natyrore. Për njerëzimin që të besonin se lart ka një Zot. O njerëz, çdo trup do ta shijojë vdekjen dhe tek ai do kthehemi. Rezultatet nga rubrika e 4. Dëshira Sali me 3 pik, Jaftime Ademi me 6 pik, Aisha Nebia me 3 pik. Rubrika e 5. Pjeqe të përgjithshme. Se cilit kandidati ofrohen nga 7 pjeqe. Nëse kandidatit të cilit i është ofruar pjeqe nuk përgjigjet sakt, atëherë përgjigjen e saktë tregon udhëheci. Përgjigja e saktë vlerësohet me 5 pik. Kandidati A. Pjeqja e parë. Trego 4 emra të qertë të Kur'anit. Kitab, Furkan, Dhikr, Neve. E saktë. Pjeqja e dytë. Cili pejgamber u rrit në pallatin e faraonit? Musa a.s. E saktë. Kur u themelua Universiteti i Prishtinës? Më 15 shtator të vitit 1970. 15 shkurt 1970. Gjismake. Përgjigje të gjismake ke. Pjeqja e 4. Si e quajmë pikën më të thellë në tokë dhe sa është thellësia? Gropa e Marianit, 11 kilometra. E saktë. Pjeqja e 5. Eshtrave elasticitetit u mundoson materia e quajtur?
Keni përgjigje ose? Jo. Osej do t'ishte përgjigja e saktë. Pyetja e 6. Thënjen, pasuria është shërbetore të mençurit, e zotëri e budallajt, e ka thënë? William Shakespeare. Është Sami Frashëri. Pyetja e 7. Pjesët e pandryshueshme të ligjeratës janë: Ndaj foljet, lidhësat, pastërmat, pjesësat. edhe një, Lidhësat, pastërmat, pjesësat, ndaj foljet. e saktë. Shkoj me kandidatën B. Pyetja e parë. Sa ajete, fjalë dhe shkronja ka kaptina e Fatihas? 7 ajete, 25 fjalë dhe 113 shkronja. E saktë. Pyetja e dytë. Agjërimi i cilit pejgamber është më i lavdëruar tek Allahu xhaleshanu? I Davudit alayhis salam. E saktë. Pyetja e tretë. Kur u miratua kushtetuta e Kosovës dhe si njihet ajo? 27 shkurt 1974 dhe njësi kushtetuta e vitit 1974. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e katërt. Europën nga Afrika e ndan ngushtica e Gibraltarit. e saktë. Pyetja e pestë. Kromozomet gjenden në Bërtham. e saktë. Pyetja e gjashtë. Thënjen, 2 vet u vranë për një fjalë. Fjala rron ende e njerëzit janë. Dritë rogolli. E saktë. Pyetja e 7. Llojet e fjalive sipas kuptimit të tyre shprehës janë: Dëftore, lidhore, dëshirore, urdhërore, pyetse dhe lidhëse. e saktë. Shkoj me kandidatën ca. Pyetja e parë. Numëron së paku 4 obligime të gruas ndaj burrit të saj sipas sheriatit islam. Nështrimi, ruajtja e nderit, mirësjellja, të mos e obligoj burrin, të mos e ngarkoj burrin me obligesa të tepërta, me kërkesa të tepërta, m'falni, dhe ruajtja e nderit. E saktë. Pyetja e dytë. Cili pejgamber foli posa u lind? Isa alayhis salam. Është e saktë. Pyetja e tretë. Kur vdiq Enver Hoxha dhe kush u emërua në vend të tij? Enver Hoxha vdiq më 11 prill 1985 dhe në vend të tij u emërua Ramiz Alia. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e katërt. Cili është shteti më i madh në botë për nga sipërfaqe? Rusia me sipërfaqe 17 milion kilometre katror. E saktë. Pyetja e pestë. Plasti dhe qanë organele të muri qelizor, të qelizave bimore. e saktë. Pyetja e gjashtë.
Thënën, më mirë një ushtri qengjash në krye me luanin, se sa një ushtri luanësh në krye me qengjin, e ka thënë? Leka i madh. E sakt. Pyetja e 7. Pjesët e ndryshueshme të ligjeratës janë? Emri mbi emri, për emri, folja dhe numërori. E sakt. Shkojmë edhe me një ilahi nga Venhar Bajrami. A ka tobe Zot për mu e shumë ceza kam bam. Zdi qishto kas më kalshu e por më ban halam. Zdi qishto kas më kalshu e por më ban halam. Krejt po më thojnë tim, sta fal Zoti, shpresat s'dojnë me mlon. Falëm o Zot, po të lutem se jam shumë pishman. Krejt po më thojnë tim, sta fal Zoti, shpresat s'dojnë me mlon. Falëm o Zot, po të lutem se jam shumë pishman. Mudri zemra nga pendimi, si t'mu mbushan lot. Duat kthehem prej fillimi, më ndihmo o Zot. Duat kthehem prej fillimi, më ndihmo o Zot. Krejt po më thojnë tim, sta fal Zoti, shpresat s'dojnë me mlon. Falëm o Zot, po të lutem se jam shumë pishman. Krejt po më thojnë tim, sta fal Zoti, shpresat s'dojnë me mlon. Falëm o Zot, po të lutem se jam shumë pishman. Shkojmë me rezultatet nga rubrika e 5. Dashira Sali me 23 pik, Mjaftime Ademi me 35 pik, Aisha Nebia me 35 pik. Ndarja e mirënjohjeve për kandidatët do t'i bëj profesor Jetoni. Anja Duart Rokitje.
Dëshira Sali me ABC 30 pik, me Pojo 27 pik, me Shkronjat 5 pik, me Imazhe 3 pik, Pyetje dhe përgjigje 23 pik dhe gjithsejt i ka 88 pik. Aisha Nebia me ABC 30 pik, me Pojo 31 pik, me Shkronjat 6 pik, me Imazhe 3 pik, me Pyetje dhe përgjigje 35 pik, gjithsejt 105 pik. Dhe fituesja e natës së sotme është Mjaftim Ademi me ABC 30 pik, me Pojo 31, me Shkronjat 28, me Imazhe 6, Pyetje dhe përgjigje 35 pik dhe gjithsejt i ka 130 pik. Urime Mjaftim. Nata e tretë mbaroi. Faleminderojmë kandidatët për pjesëmarrje dhe u dëshirojmë suksese. Të nderuar, ju falenderojmë për durimin dhe pjesëmarrjen tuaj. Shihemi nesër mbrëmë në të njëjtën kohë.